Në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në Durrës është çelur ekspozita personale e artistes Emiona Stasi me titullin Ndjesi, kuruar nga Suzana Varvarica Kuka. Ekspozita sill një përzgjedhje veprash që përmes ngjyrave dhe kompozimeve përcjellin ndjesinë e qetësisë, lidhjen me natyrën dhe reflektimin e brendshëm të elementeve që përbëjnë thelbin e krijimtarisë së artistes. Autoria tregon se në ekspozitën e 7 vetjake ka ardhur ndryshe, duke përdorur guralec të mbledhur në gjirin e Durrësit për të formuar peizazhe dhe portrete që pasqyrojnë emocionet. Këtë radhë kemi dhe një ndryshim nga herë tjera, mbasi unë vi me një seri të madhe, gati gjysma e ekspozitës, është me punime me guraleca të mbledhura në bregdetin e Durrësit, edhe një pjesë e tyre janë dhe terrakota, po natyral. Edhe me to kanë krijuar shumë kompozime, figura, portrete, edhe kam shprehur, kuptohet, me ndjesi, të gjitha ato që mua më kanë ngacmuar. Emiona Stasi ka një karrierë të gjatë në fushën e artit pamor, duke marrë pjesë prej vitit 1977 në mbi 50 ekspozita brenda dhe jashtë vendit. Punimet e saj gjenden në fondet e Galerisë Kombëtare të Arteve të Galerisë së Durrësit, si dhe në koleksionet të ndryshme private brenda e jashtë vendit. Ekspozita Ndjesi do të qëndrojë e hapur deri më 26 tetor.